Mira e qytetar korçar të besimit ortodoks dhe jo vetëm janë bërë bashkë për të pritur lajmin e mirë të ngjalljes së Jezu Krishtit në sheshin e katedrales së Korçës, lajm të cilin e ka dhënë At Ilia Kotnani, i cili gjatë një mesazhi ka folur për rëndësinë e fitores së jetës mbi vdekjen. Thoma Lubonja jeton në Gjermani dhe ka zgjedhur ditën e Pashkës në sheshin e katedrales së qytetit Korçës për të kërkuar dorën e Viola Jorgjit, me cilën ka 3 vite njohje. Unë vi vit për Pashkët në Korçë, është një festë që siç festohet në Korçë, besoj se të gjithë qytetet e festojnë, por Korça për mua është shumë e veçantë. Sepse sot është një ditë shprese, ditë dashurie, dhe mendova sot do ishte një ditë e bekuar në këtë ditë të shenjtë. Nuk e prisja sepse ishte gjë më e bukur që mund të më ndodhet në jetë. Kemi 3 vjet bashkë. Pjesë e lajmit të ngjalljes janë bërë jo vetëm korçarët, por edhe persona të tjerë që kanë ardhur nga qytete të ndryshme të vendit, madje edhe nga Greqia, ku jetojnë e punojnë si emigrant. Gjithmonë në Korçë. Besoj që është më e bukur se në të gjitha vendet e tjera. Mesazhi Pashkës, sa më shumë dritë. Gëzuar Pashkët, një vit i mbar, shumë faleminderit. Shëndet dhe çdo të mirë gjithë botës. Ne u gëzuam shumë që erdhëm sot këtu në Korçë, shumë bukur. Unë kam 7 vjet që nuk kam erdhur, ishte pas 7 vjetës këtu për Pashkët dhe më pëlqevi jashtë masës. Ishte shumë e ngrohtë, edhe nuk e prisja kaq shumë, pas kaq shumë vitesh, edhe më pëlqen që vinë dhe njerëz të tjerë nga shtetet e tjera këtu dhe të festojnë Pashkët gjithë bashkë dhe janë nga kudo, dhe nga Italia dhe nga Greqia. Gëzuar. Të sjellë paqe, begati njerëzve, shëndet dhe lumturi në familjen e tyre. Ditën vërtet u ngjall, paqe për të gjithë dhe harmoni. Nata e Pashkës është festuar edhe në kishat tjera të juglindjes së vendit, si në ato të besimit katolik, ashtu edhe protestant.